Gjykata e posaçme ka dënuar ish-kryetarin e Imarës Jorgo Goro me 3 vjet e 1 muaj burgim me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe mos deklarimit të pasurisë. Goro u shpall fajtor për tjetërsimin e pronave në bregdetin e Imarës përmes falsifikimit të dokumentave duke çuar në regjistrimin e pronës shtetërore në favor të subjekteve private. Në përfundim të gjykimit, Goro përfitoi nga gjykimi i shkurtuar dhe u dënua me 2 vite e 20 ditë burg. Gjykata gjithashtu ka vendosur konfiskimin e 10.000 metrave katror tokë në zonën e Imarës për të cilët akuzohet se është tjetërsuar ilegalisht. Këto prona u regjistruan në emër të subjekteve private pa verifikim të nevojshëm, duke përfshirë një investim strategjik që përfshin edhe biznesmenin Ertan Gaxhi, bashkëshorten e deputetes socialiste Olta Xhaçka. Përveç Goros janë dënuar dhe 2 persona të tjerë të lidhur me këtë çështje. Vezir Gjikoka, i cili është dënuar me 2 vite burg, dhe Jerasimo Basha, i cili ka marrë një dënim prej 3 vitesh burg me akuza të njëjta. Të dy ata kanë përfituar zbritje të 1/3 së dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Goro, i cili u arrestua në mars të vitit të shkuar, ka mohuar akuzat gjatë seancave gjyqësore, por gjykata e posaçme ka konkluduar se ai ka shpërdoruar detyrën dhe ka falsifikuar dokumente për të përfituar prona në bregdetin e Imarës.